Deputetët kërkojnë procedura më të lehtësuara për raportimin e pasurisë pranë ILDK-PKI-s, institucioni përgjegjës për deklarimin, kontrollin e pasurisë dhe konfliktin e interesit për zyrtarët e lartë shtetëror. Gjatë raportimit në kuvend në Komisionin e Ligjeve për veprimtarinë e këtij institucioni gjatë vitit 2025, u ngritën disa shqetësime për mënyrën e funksionimit të raportimit të deklaratës së pasurisë. Kur palët kanë deklaruar të dhënat e tyre dhe i deklarojnë ato në mënyrë të përvitshme, pse i kërkohet dokumenta shoqëruese? Kur ju e keni këtë akses, për shembull dikush thot kontratë që të bere pronësie me numër reference, ju besoj e keni aksesin tek regjistri i pronave të patundshme, qoftë edhe regjistri notarial. Po marr një dokument, statement i bankës. Po ju keni akses me bankat. Certifikat pronësie, kur ju keni akses në databazat e shtetit. Formulari do të jetë thjesht jap aksesin për të më kontrolluar. Akses të drejt për drejt ne kemi në shumë pak databaza. Ne kemi akses të ASHK-ja, por informacioni që ne na jepet është i kufizuar. Dhe nëse ne do kërkojmë informacion më tepër, është me pagesë, po. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi kërkoi që të lehtësohet rrethi familjar nga detyrimi i deklarimit dhe pasurinë për të gjithë familjen ta deklarojë zyrtari subjekti ligjit. A mund thjeshtohet pak kjo? Pra kush e ka detyrimin për deklarim? E ka zyrtari shtetëror. Për gjithë familjarët, ata që parashikon rrethin që parashikon ligji. Duhet të deklarojnë dhe fëmijët madhor të cilët mund mos jenë në Shqipëri. Kur të firmos dhe të autorizoj ky zyrtar shtetëror kontrollin, e mban ai përgjegjësinë për deklarimin që ka bërë. Pra, thjeshtojmë mekanizmin se sa më kompleks është, aq më ose është i anashkalueshëm ose është i thyeshëm. Gjatë raportimit Evgjeni Bashari, inspektore përgjithshme e ILDK-PKI-s, tha se gjatë vitit 2025 institucioni ka administruar 4486 deklarata pasurie nga zyrtarët subjekti ligjit të deklarimit, ndërsa 655 subjekte kanë kaluar në kontroll.